Elidon, të përshëndes, çfarë parashikon ky restaurim? Kasandra, përshëndetje, dhe në qoftë se do të bënim një përmbledhje të paktën gjatë 2 viteve të fundit në qytetin Muze të Gjirokastrës është ndërhyrë në gati 150 banesa, të cilat i përkasin kryesisht me vendodhje pranë zonës historike apo lagjet pranë saj, dhe janë që të gjitha me status monument kulture kategorie parë, e dytë apo e tretë. Ndërhyrja më e fundit është kryer në banesën e angonatëve apo kompleksi i angonatëve, i cili është në zemër të pazarit karakteristik të Gjirokastrës. Është një banesë e hershme e cila daton në vitin 1881 dhe është një ndërhyrje e cila është kryer nga Drejtoria e Trashëgimisë së Kulturës në Gjirokastër në bashkëpunim edhe me mbështetjen edhe të Ministrisë së Kulturës, me një fond prej 3 milion lekë të reja për restaurimet që janë kryer pranë kësaj banese. Aktualisht ndërhyrja është kryer vetëm në pjesën e jashtme të këtij kompleksi, duke përfshirë qatin, fasadat, parmakët, shkallat edhe oborin e saj, pasi ashtu siç parashikohen edhe procedurat ligjore, është e ndaluar dhe e pamundur që ndërhyrje të bëhen edhe në brendësi të kësaj banese, e cila, siç e thash, është një simbol në qytetin e Gjirokastrës, pasi duhet të kemi një rakordim edhe me pronarët e saj, gjë e cila në fakt ka munguar jo vetëm në midis pronarëve dhe institucioneve, por edhe midis vetë pronarëve të kësaj banese, të cilët e kanë lënë atë në mëshirë të fatit dhe është dashur ndërhyrja e organeve kompetente për ta shpëtuar atë nga rënimi total që ishte drejt kësaj rruge. Për fat të keq, ajo që tash më dihet se kush është faktori kryesor për këtë situatë në Gjirokastër, ku kemi patur 10 banesa të cilat janë rënuar apo për fat të keq po shkojnë drejt rënimit, janë mosmarrveshjet, mosdakordsimet midis pronarëve të banesave, të cilët as nuk ndërhyjnë, as nuk preferojnë t'ia shesin ato njëri tjetrit për të investuar, apo edhe më keq akoma kur në asnjë moment asnjë palë prej këtyre 2 pronarëve ose më shumë pronarëve nuk investon, nuk preferojnë që t'ia shesin në këtë godin një shitësi të tretë, një blerësi të tretë, i cili mund të investoj, mund të rregulloj pamjen, mund të përmirësoj infrastrukturën dhe ta vendosë atë në funksion. Por për më tepër detaje mbi këtë ndërhyrje dhe atë çfarë po ndodh sot në Gjirokastër, ka dhënë specialisti Vasil Polo, i cili është pranë Drejtorisë së Trashëgimisë së Kulturës në Gjirokastër, të cilin e ndjekim së bashku. Banesa Angonatet është një emblem e Gjirokastrës. Ajo kohët e fundit ka pasur disa probleme me qatin dhe me fasadën. Qatia kishte filluar në pjesë të ndryshme të saj, kishte filluar të degradonte dhe ne me një projekt pilot u munduam që të shpëtojmë këtë emblem duke riparuar qatin. Dhe kjo banesë, e cila është një banesë nga më të kryesore këtu në Gjirokastër, ka dhe probleme të tjera, probleme të brendshme, të cilat kanë ardhur si rezultat i qëndrimit të saj pa pronar dhe si e tillë ka pasur degradim. Presim nga pronarët e rinj që ndryhin për të restauruar atë. Problemi pronësisë është problemi kryesor në të gjitha banesat e Gjirokastrit, për arsye se që nga projekti ndërhyrjes, secila kërkon vërtet një certifikat pronësie. Duhet të dalin njerëz të cilët të jenë të përgjegjshëm. Mirë, Elidon, të falenderoj për intervistat që ti ke kryer dhe për raportimin e drejt për drejt.